Jo, jam në lidhje serioze që 2 vjet. Kam marrë mbi emrin e grus. Me të kallëzu drejtën nuk e di, për shkak se gjithë e kom menu a e kish marrë gruaja mbi emrin tem. Nështë atëherë me shtin klava njën, nështë po se di jo, ma kësha preferu me mbajt temin, veç për qatë arsye ma shumë, është arsye kam një lidhje shumë të mirë me nanën, shumë të mirë me babën, që ke pak më karakterizon në familje, në të dy anë, kështu që besoj që unë për vete e kisha mojtë, se kisha ndru, më pëlqen jemi pak si shumë. Nuk konë problem, nëse do me thy pak një tradit, po edhe do shminajt pak besnik, se që na ndërton si popull, traditat, kultura, bëdhen këto. Mirë, jo? Si po dalën? Mirë, jo. Me gjese, pak të shku në punë, jo? A, në punë, a? Punën? Punoj pak qështu me rrjete sociale, pak me dublim foljem anglisht pak. Qysh po ecë punë? Mirë shumë, mirë, ja ku marrë dorën këza, kështu se vish, po ecë, vish numërin tash përkëshirën sa po punojna. Po, a keni numërin e madh të punoni? Po. Dikon, s'po di, jemi disa punëtor, po se këshirë unë shumë kështu statistika në esenë se di me asme të vetë. Shkoj e kry punën, këthena shpesh qështu. A që kam një qef punë? Po, kallëzu drejtën po, e bëj që të punë që një 2-3 vjetë dikon, më pëlqenë për shkak se qaja punë që e bëj, dyqysh është pak kreative edhe e them pak monotoni, pe punëve të zakonshme që i një njerë që i kanë, kështu që e bëj pak me ma qef, se sa njeri rëndëm që e bon punën e vetë për dishme në është asë vëdi. Po pëlqen? E pyetje që kam ekstra për ty, se më duhet djalë gentleman. Valendere shumë. A statusi jot? Jo, jam në lidhje serioze që 2 vjet. Super. Që po e lidhje? Shumë mirë. Perfekt. Kur ma mirë? Më marrë të vala se në marrë të? Jo. A e kështë marrë mbi emrin e grus? A kisha marrë mbi emrin e grus? Me të kallëzu drejtën nuk e di, për shkak se gjithë e kom menu a e kish marrë gruaja mbi emrin tem, po nuk e kisha pas problem nëse ajo kish dashme mojt ose vetin, ose dyt, ose temin. Kështu që për veti, jo me të kallëzu drejtën i kisha marrë temin se më pëlqen shumë, më pëlqen se dyqysh është për i babës, kam një lidhje shumë të mirë me nanën, shumë të mirë me babën, që ke pak më karakterizon në familje, në të dy anë, kështu që besoj që unë për vete e kisha mojtë, se kisha ndru, më pëlqen jemi pak si shumë. Po jo për në arsye tjetër, veç që më pëlqen jemi shumë. Po, si kush nështë ta kishit gruja, apo ma merë edhe bjemni tam, edhe to në maje. Okej. Nështë atëherë me shtin klava njën, nështë po se di jo, ma kisha preferu me mbajt temin, veç për qatë arsye ma shumë, është arsye këgja e fort për mu, edhe kisha mojtë, veç për shkak familjes, nështë, se nështë kështu për ndaj arsye tjetër jo se më kesh najt keq se më të shkon në emër pak më i mirë se jam në shtadë më kish pëlqyer se di, po jo kështu në përgjithësi për shkak se asojna nuk kisha dashur. Pse shqiptarët shumica kanë dëshirë mbi emra, domethënë të burit me marrë, domethënë shumica kanë si kush nëse do të marrin mbi emër, nëse edhe bjamnin e vet shumica ndoshta burra si pranojnë domethënë. Po nuk jam i sigurt me të kallëzu drejtën se tash unë kom qef me i najt besnik traditave, po dhe me një mas, ku në si te kalu me ekstremitetet, po nuk po thëmë që kjo diçka lidhet me ata, po është tradit, edhe tash neve si popull është pak fështirë me na dapi traditës, se veç sa i kemi kry disa seret mëdhaja në historinë tonë si popull, kësha thonë që nështë qaj ndrojtja nështë pak traditat që halas ka nesë generata bëllë që veç që thejnë këto traditat e shumë të që na që i kena, veç për ndryshe, se di, unë për veti, unë pëlqen për shembull në Korsik të vetin i ka i tje ka nana, jo ka baba, kështu që i kena na është pak kundërt, nështë që ajo pak, që di, ata janë perëndim, ata din pak ma shumë se na, po nuk jam shumë i sigurt nështë veç për shkak traditave. Ka fillu tash gratë shumë sa botojnë pse në që nami marrë bjamrat, merë edhe i bërë emrat të tërë. Ose të rejtë të duke, da këtë gjuhë. Pa i s'pëdi tash, unë me të kallëzu drejtën na njerës edhe punojnë, edhe jetojnë, edhe zhvillohen, besoj në çfarë do mënyrë që kanë qef në ditë sotit. Edhe nëse dojnë me bëjë diçka ndryshe, nuk e besoj që tjetër duhet me këshyr pak me një sy tjetër, për shkak se tash në ditë sotit edhe po pranohet, po edhe po ecë përpara gjithçka. Ty po don më bëj diçka, po don më kon dikush, meq ato po mundesh me ecën çfarë do fushë, çfarë do lamie, kështu që unë se di, nuk është problem, nuk do të më kon problem, nëse do më thy pak një tradit. Po edhe do shminajt pak besnik se që janë ndërton si popull, traditat, kultura, abden këto nuk do të mi harru, po veç nuk do të mi qu për te i masave që abden janë pranueshme për popull. Po do ka gjatë tradicionalje. Ona jo, qëta shumë vjetë e fundit nështë janë bo për shkak se përgjithësit edhe rritët njerë edhe shë pak që traditat edhe afrojnë njerës si përka familja, si përka shoqënia, po edhe qështash është gjithmonë me masë, se gjithë shka e të pru me njetë është e damshme, gjithë shka të dush me neje, edhe e pru me është e damshme, kështu që për mu çdo sen me masë edhe jena në rregull, kështu që.
Gërëm për në fund, pasi që je kohës pak ma i ri, gjithë moshatarët tonë, një mesazh, një këshill për gjithë që i shërbenin për jetë, çaj kështë thonë diçka. A di qysh, masi veç e thash ma herët po pranon të po bëhet gjithçka, përderi sa ti çka do që është, përderi sa ti veç fokusohesh në çato 100% edhe nuk këshyr kur gjë tjetër, edhe veç ato do me arrit në jetë, është vështirë me të lëkun diçka për qasajna. Unë tash për vrej kur po punoj për përgjithësi pak ma shumë tjera, kështu që besoj që qasaj, gjithë rri besnik asaj që do me bo, edhe je në rregull, edhe normalisht mos i shty njerëz që duhen me të ndihmu pa afrojnë pavarësisht kush janë. Kështu që qaq. Po da shumë kërati që u restove me një faqe më të madhe në vend, historik jetës. Tore më të mirat,